إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فنندرم prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Kurse salavatet dhe salamet i adërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderim dhe madhërim Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar besimtar, hijreti na jep një porosi. E ajo porosi kryesore në mes në shumë porosive tjera është se hijreti na e bën me dije dhe është porosi e lindjes së shpresës. E lindjes së shpresës, element që më së shumti mungon njerëzimit. Mendimi i mirë dhe shpresa e fuqishme se do të kalohet kjo vështirësi, e ky moment, e kjo errësirë, dhe se drita do të vijë pas errësirës. Nuk mundet me lind dielli pa e kalu natën, terin e thellë të natës. Nuk mundën më ardhë lehtësimi pa e kalu vështirësinë. Ligj kosmologjik që Allah e ka vëndu në kosmos, se muzgu i vërtet del në qiell pas thellësisë së errësirës që e jep nata dhe kalojmë. Po vëllezër, pa u arrit kulminacioni i terit në thellësi të natës, nuk del muzgu i vërtet. Nuk del sabahi. Sabahi vjen pas errësirës së thellë që e kalon nata me orë të tëra. Këtë porosi na japin dy pejgamber që dytë kanë bo hijret. Dhe dytë janë simbolika i muajit Muharram, muajit të parë të hijretit. Dhe dytë, reflektojnë energji pozitive, ymit, shpresë, bindje. Se shpresa lind nga mitra e vështirësisë. Shpresa lind nga mitra e vështirësisë. Dhe se, kur ta kuptojmë në këtë realitet, kur s'kina mi humbë shpresat. Dy pejgamber të Allahut, njëri bëri hijret prej Egjiptit për në Palestinë, pikërisht në muajin Muharram, e tjetri bëri hijret prej Mekës për në Medinë. Njëri kishte një popull me vete, e tjetri e kishte vetëm një shok, një dost. Hakikat, has dost. E dyve mbas ju shkonin nga një ushtri e madhe me ferman dhe vendim të prerë se këto duhet mi vra. Dhe dyve ju ndodh një ndodhi në një moment kyç që ata nuk dështojnë, por se manifestojnë bindjen, fuqinë e thellë në Allahun te bareke ve teala, dhe se Allahu te bareke ve teala do t'i ndihmon me ndihmën e tyre. Musa a.s. kishte popullin e Beni Israilit me veti. Por ata dështun dhe thanë, inna le mudrekun, na kapën. Dhe Allahu dëshmon se këto kishin gajlën e vetë vetës, e pastaj gajlën e Musës. E Musa va dha gjevapin, dhe va boni me dije, deri në ditën e gjykimit, se një popull që e ka gajlën e vetës, Allah e shpëton pejgamberin e tij dhe ndihma e Allahut është mbi pejgamberin e tij dhe jo mbi popullin e tij. Tha Musa alayhis salam, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin."
Jo, tha, me mu është Allah, s'ta me neve është Allah, me mu, tha, është Allah. A i ka me ndihmu, tha, jo, kjo s'në ban vaki, tha. Sun jam i bindur në fuqin dhe ndihmën e Zotit, sa em ka thonë shko kadeti. E me mu, tha, është Allah, ko me më ndjenë në selamet. Do të dalë në selamet. Nuk ju tha, kina me dalë në selamet. E nuk ju tha se me neve është Allah, tha, me mu është Allah. Dhe mu ko me muzu Zotit. Po, Allah zëndashët, se në ndo njëherë, edhe nga njerëzit më të afër mbesim vetë, dhe mendojmë dhe bim prej e mashlimeve të shejtanit se kina mbet vetë, dhe se me mbet vetë do me thonë se së ndenë selamet, pasha një Allah. Ai që është i bindur, se ka një Zot të vetin që ka emrin Allah, i cili e ka kriju atë pa qeniq. Allahu edhe nëse me ndonë se ka mbet vetë, ka me shpëtu dhe ka me ndihmu, edhe nëse përballë ti është një ushtri e madhe dhe gjigante. Wallahi dhe billahi, me ditët e reja lindin shtetet e reja, një nat i dallon. Sot është një shtet, nesër nuk është. Binduni në fuqinë e Rabbul Aleminit, sa e sa shtete e pushtete kanë qenë nuk janë. Dhe këtë ta kuptojsh në çdo vështirësi dhe telashe e ngarkesë dhe breng që të vjen në jetën tënde, dhe ti je i bindur se tamam kur ngarkohet dhe shtohet dhe arrin kulminacionin dhe mbyllen gjitha dyrt, e të mendosh se ke mbet vetë, thuaj Allahu është me mua, Allahu ka me nxjerrë në selamet, pasha një Allah, në qatë moment, në qatë dua, në qatë rast, në qatë qast, më të rëndin tjetës tënde, kanë më të qelë, dyrë të qelet e të tokës. Kush më një ndalë Rabbul Aleminit me të qelë ato dyrë? Kush më një ndalë Rabbul Aleminit që detin me qaj me ba autoban për Musën a.s. As kush. Dhe vallahi dhe billahi me qenë ushtrit më të dhaja edhe se të Firaunit, gjitha im poshtë Allahu kur ta shef bindjen dhe sinceritetin në zemrën tënde dhe në shpirtin tënd. Ama kjo na mungon. Se plokshtohemi shumë lehtë, shumë shpejt, dhe se ndikohemi nga shumë rrethana të ndryshme dhe lejojmë që ajo energji negative me deportu edhe në zemrën tonë dhe me thonë, s'ka më hajri, s'bohet më mirë. Kjo është lafi ma i keq që mundet me thonë një musliman. Bashkë tamam kur të mendoj se u ka prish dunjoja, e so është duke u prish me thonë Allah është me neve, a ka me në nxjerrë selamet, zdorzohemi. Tamam kur ta shofsh e të thonë të gjithë se s'ka më shpëtim për ty, Allah është me mu, ka me ndihmu. 100 analiza, 100 mjeklet tonë se ke kancer që t'i jep 2 muj, 3 muj, Allah është me mu, ka me nxjerrë selamet, ka me mshëru. Ai ma ka qua, ai ma largon, vallahi billahi. Tamam kur të mendosh se s'ka fund më fukarallëki yt, dhe se s'ka më i myt për ty, thuj Allahu është i pasur, ai ka me më pasuru. Ki me dal nga ajo vështirësi. O vëllezër i zhreti kjo është, me të ndryshu gjendja prej shkretit në mbret. Me këtë hijret që e bëri Musa a.s. Beni Israelit bën shtetin e vetë. Me hijretin që e bëri Muhamedi s.a.s. Medinja u bë shtet, e Muhamedi s.a.s. u bë kryetar shteti. Ama dallimi e dini ku ishte, se Muhamedi s.a.s. veç një Abu Bekër e kishte me vete. Dhe tha ja Resulullah, me këshirë ato armiq të kom të veta kanë me na pa. Ama dallimi e di ku ishte, se Abu Bekri se kishte gajlën e vetës. E kishte gajlën, mos po ndodh diçka Muhamedi s.a.s. Se e kishte fliju vetën, e kishte haru vetën se bajke gajle, a ka me vdek, a ka me mbet gjallë. Gajle e ti ishte, mos po i bën vaki diçka keq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu te bareke ve taala ja shpall ajetin kuranor, la tahzan inna Allah ma'ana. Mos u mërziti, mos ma baj mu gajle, no Ebu Bekër, Allahu nuk thash me mu, me neve thasht. Allahu është me neve. Ky ummet është ummet i cili ka bindjen se Allahu është me neve, se Allahu është në ndihmën tonë,
se Allah ka me na shëru, se Allah ka me na pasëru, se Allah ka me na nxjerrë selamet e ndrit, se Allah ka me na bashku, se Allah ka me na pajtu, me Allah me neve është do të na ndihmon. Dhe na zguxojmë këtë hijret me haru asnjëherë, se Allah ka me na e fal për atë që është ngulfat në gjëna e në mëkate, ta këtë bindje, dhe le t'i la krahët, le t'a prish gjumin, le t'qot në komë dhe le thot, o Zot i madh, unë jam i bindur se ti e me neve, se ti ma falma. Kjo është ummeti i cili bën një hijret prej nga e keqa për nga e mira. Dhe kështu e formem në pushtetin ton të hajrit e të mirë, e të mirëqenjes ton, se cili besimtare ka një pushtet dhe një shtet të vetin, që jeton një botë të lumtur në zemrën e tij, pa marrë parasysh rrethonave dhe vendeve ku ai jeton. Vallahi besimtarët i manlit jetojnë në vende ndoshta ku janë më të varfër të botës, por janë njerëzit më të lumtur për nga bindja që kanë se Allahu Azza wa Jall do t'jetë dësht në ndihmën e tyre. Se kur nuk dorëzon, shpresën kur se humbin, i marrin sebepët, ja bëjnë sa i gjim punës, janë aktiv dhe lutën, por kur nuk e harën dhe nuk e humbin shpresën në fuqin absolute të Allah të bareke ve taala. O vëllezër dashur, ky Zot i madh i cili ka pas fuqi me kriju këtë gjithësi dhe gjithë të njerëz, e sa njerëz para nesh që kanë qenë, e sa që do të vinë pas nesh, ka fuqi dhe shumë ka fuqi, që çdo breng tënde dhe çdo telashën tënde me largu, e jo t'jam mbetet vetëm me pas bindje të thellë se Allahu te bareke ve taala ka me të ndihmu dhe këtë shpresë mos ta humbish. Kjo është pasuria jonë më e madhe. Kjo është ajo që neve na mban të gjallë. Kjo është ajo që neve s'na lejon mu plotësu, mu dorëzu. Shpresa e fuqishme në Allahun te bareke ve taala dhe i çdrejti na jep këtë porosi. Se besimtari në një moment që arrin të mendon se është kret, pikërisht që ati qëndron momenti dhe sekreti ku ai mund të bëhet mbret në kuptimin e plot të fjalës. Edhe shtetet lindin brenda natës dhe ditës. Edhe funksionimi i shteteve janë brenda natës dhe ditës. Dhe ndryshimi bëhet me natë dhe me ditë. Dhe se e mira vjen pas vështirësisë. Por a dini ku është dallimi? Se dikush e shpreson e dikush nuk e shpreson. Mos e humbni shpresën o vëllezër dashur. Mos e humbni shpresën o vëllezër dashur. Dhe t'jeni të bindur se Allahu Azza wa Jall është me neve dhe është në ndihmën tonë, dhe se do të na ndihmon në çdo çështje tonë që e kemi dhe kemi nevojë për Rabbul Aleminin. A i dini se donjëherë shejtani vjen dhe na bën vezvese dhe na thot kjo punë e vogël është, mos e lut Allahun. Marë është me lutë Allah. Thotë Enesi radiallahu anhu, vallahi, edhe kur në upkutshin tojat e nalleve tona, e lutëshim Allahun që Allahu me na e kompenzu këtë spraf. Sa njeri ju ka kancer, si qënë dur të mi thonë Allah shëram. Sa njeri ju nuk është të mujtë mu martu me vite, priton mi që dur të mi thonë Allah, që më rëskë. Pse u shpresën të Zoti? Sa njëri me vitë është shpresu ose sprovu me fukarallëk, si çon duhet me thonë Allah, çon pasuri. Se ka shpresën. Sa njëri është ngulfat, është pleqëruar në gjunaje në mëkate. E ka shpresën, nuk i shkon dora me thonë o Zot, falma se e te prova, përmirëso ma gjendjen, se pishman jam. Sa njëri i jeton në shërë, në telashe, në fesat, në shpinë e vetë, me gruën e vetë, me culët e vetë, e me familjarët e vetë më të afërt, e që jetë ju ka bu gjehenem në shpinë e vetë, si shkon mendja me thonë, o Zot, përmirëso më gjendën këtë shpi, me këto familje, me këtë vlat, me këtë gru, me këtë gjinës temin që e kam. Pse kemi humbi shpresën, e kemi humbi mytin. A i gjrejti na jep këtë porosi dhe a shiqare e shojmë me sytë e tonë që këto pejgamber na japin këtë porosi
Se një qast kanë qenë shkret, e një qast shumë të shkurt, pas një qast shumë të shkurt, Allahu i ka bon mbretër dhe dheqës të popullit të tyre. O Zot, na udhëzoj, na drejto, e na fal, dhe mos ne shpresën, e na ishto shpresën, dhe na ishto bindjen në ndihmën dhe në fuqinë tënde, e kulu ma tasmaun, walhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina wa ba'd. Të dashur vëllezër, në daljet e xhamisë Isabeu, këshilli i xhamisë, xhamatit i çon selam që me ndihmu xhamin Isabeu për nevojat mujore që i ka kjo shtëpi e bekume. Me këtë shpresë dhe me këtë bindje dhe me këtë vëllazëllëk, kjo xhami që 6 shekuj funksionon dhe do të funksionojë edhe 6 shekuj me lenin Allah te bareke ve taala. Dhe këtë shpresë dhe këtë bindje se humbin, se gjithnjë ka pas dhe ka me pas, besimtari imanli që i kanë dash dhe i duan shtëpiat e Allahut te bareke ve taala. Sot është ditë e xumë. Dhe është shumë sevap me dërgu salavate dhe selame mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e në veçanti nga shtëpitë e Zotit me salavatet dhe selamet më të njohura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة